çka do që drejtohesh, për çfarë do kërkesë që ki, nuk do me thonë për dokument, për çfarë do lloj kërkesë që e ki, ose dush me pas shumë pare, kjo duhet patjetër me ndërgju këtë, ose duhet me pas shumë pare, ose duhet me pas shumë njofshëm. A mendon që sikur me jep para rregullon dokumenta? Po, kështu mos ta tham sikur me dhon para, po korrupsioni tani është domethënë nivelin halor, nivel të lartë. A ka pas ndonjë rast që ke dëgjuar që me pagesë ka marrë dokumenta? Gjithmonë, po. Domethënë ka njerëz ku me pare, me pare ka marrë dokumentin, ndërsa unë që jam kon njëna pi shtresa më të ulta, domethënë që edhe me pas pare tu gjujtën se kisha ble dokumentin. Ti nuk e ke mendu një gjatë me pagesë? Edhe kur se kisha marrë me pagesë nuk marrë kushfa letra. Sa ajo është e jeme personale, e më takon mu. Nuk duhet me ble unë ato. E vërtetë. Po, unë nëse duhet me ble një shtëpi, një diçka, po pse me ble letër njoftimin unë? Ka njerë që e kanë ble letër njoftimin në pajis, do me thonë edhe në që kjo më ka bu një natit me dole në për emisione. Me ble një diçka që i takon? Po, më takon mu. Kjo i bjenë sigur që me thonë, nëse ki pare, mund është me bërë gjithçka, po ka edhe për atyne që kanë shumë pare, bojnë hargjime shumë, tash po foli, jo kjo shtresa që janë në Kosovë, në Lugin, po ka mërgata që vinë, që ka njerë që nështë me mira euro i kushton një letër shumë e vogël, një bashkim familjar, ose një ekstrat, ose një certifikat, nëse nuk ka pare ballë, edhe nëse nuk ka të njofshëm, ai ka të ka martëna. Ka mund drejtu në institucionet, o po foli gjithmonë pe komunës që të zvion, pe Gjilanit. Sidomos Gjilani, komuna Gjilanit, institucionet të aty pare që janë kërsh. Aty kështu edhe kjo du të më konë, kur thëmë kërsh, unë e di një gjuhë tjetër, po thëmë kërsh, apëtin që për me në kërsh ata, nuk më kanë marrë ndorë kur mu, nuk e kam para po rastin temë, kam fëmi, du me thonë, ata nuk jënë marrë me këtë farë punë e kur. U dash me marrë dikush që ka shumë pare, me thonë, që pare t'jebe letër njoftimi krye punën. Hala është kjo sistem, du me thonë, është sistemi të nashë kjo. Fitim, me qenë se 35 vite pa dokumenta, na tregoni ndonjë moment më të vështirë gjatë kësaj periudhe që je ballafaquar që nuk e pas dokumenta? Po. Momenti më i vështirë konë kur më kanë linë 2 djemë binjak që i kam, kur këmë shku të spitali edhe u shdash mu marrë baba, në me thonë, prindi fëmive. Edhe që ajo konë njëne për momenteve ma i keqë, do të thonë, edhe ma i ironi që, do me thonë, i në konë 4-5 vetat pa njofshëm edhe unë si prind, do me thonë, pa letër njoftimin konë i barabart me ata. Do me thonë, diqysh e kom një vetën sikur ata fëmi, do me thonë, e kom një vetën si mos më konë të mitë. Do me thonë, u dash mu largu, për shkak dokument, u dash mu largu më të rjek, vetëm që, do me thonë, kjo është bashortja, fëmija shkojnë në mëndësaj edhe në bijemën, për shkak që baba s'ka letra dhe me një forme, asë fëmija s'u takojshim. Sa ka qenë vështirë për ty kur i ke pa njerëzit me dokumenta dhe kanë lëviz vendet ndryshme, edhe sidomos në momentin që është bërë liberalizimi i vizave, sa ka qenë për ty vështirë kjo? Vështirë ka qenë normal shumë se, për shembull, shumë veni punës, do me thonë, më ka hupë, kom pas mundësi, kom pas aftësi për me hinë, me punu, si në institucionet shtetit, si në privat, nuk është me rëndësi, mirë, po kur i kom pa njerëzit i kanë pas pajisjet edhe nashti nuk u konë shumë ma javë se unë, mirë po aftësine ka pas që ajo u konë ligjërisht u konë shumë i drejtë, edhe une, do me thonë, ajo u konë njëna për atyne që nuk u konë pun lakmije, se kjo nuk është që është lotaria, bëdin që me fitu. Mirë po mu më ka ardhë dyqysh një farloj i nati që, do me thonë, njëri është i gjallë, është i Republikës Kosovës, edhe i hup këta drejta, tash unë kur t'i bëj 60 vjetë mu së vinë mu, letra, as punësimi, as avancimi, as kur gjohë. Unë në qëtë kohën, kur jam konë në atë moshën që ku mujtë me arrit diçka, do me thonë jam konë jashtë, do me thonë, jam konë... S'po di që me spjegu pak më ndryshe, puna kryesore është që jam konë këti dalë tefteri. Ju vendoset me ardhë në emision, për herë të parë ka qenë për ty në një emision mu paraqit edhe me ndarë rrëfimin tuaj shumë personal me ne dhe me shikuesit tonë. E di që ke pas emocione, po njëkohësisht ke qenë edhe shumë i mblefosun edhe i zhgënjur për shkak që nuk ke pas dokumenta. Në momentin që u transmetua emisioni rrëfimjete, se për të tjerët edhe si ndikoj emisionit të tjerët kur të pa një emision me gjithë atë zhgënjem që kishe?
Njerëzit që nuk janë në institucione, njerëzit për shembull, ato që s'u njohin, kum pas shumica për tyre janë konë, domethënë që janë konë me mu, domethënë kanë përkrahur. U konë që kjo vetëm alternativë. Nësa institucionet institucionet janë kallzu shumë ma të butë, ma cjellshëm. Ke pas qasje më të mirë? Po, vetë fjala pi bjen që unë ku mujt mu pajis qas shpejta, se ku pas dyrë të hapta, kupton. Domethënë, për çato ku marrë edhe me eci këto. Mu ka dasht me dal me një emision, mu bu kritik kundër komplet komunës që mu hap dyrt. Pasi që jom pajis me dokumento, pasi që ka dalë në fakt emisioni, ku pas dyrçel, jom konë maj mik pritën, tash apo e kanë marrë si kërcënim, jo kërcënim fizik, po kërcënim përmes medjave, nuk e di une, ata e din ma mirë, puna kryesore është që ata më kanë mik prit, mi kanë tregu se ku duhet fiks me shku për këtë punë. Ndërsa të kalumën që para se me ka thonë shko të dheqi, pe i dheqit ka të nënqi, ata janë kohët më gjithë qati për qati, veç e kanë pas që s'jam të kuptu në shka duhet me bu. Shko dheq, shko 11. Dhe me thonë e kam fjallën për shaltera, jo në për... Edhe pas emisionit, pas shumë që e kanë po njerëzit më kanë përkra, sidomos... Emisioni ka pas një shikueshmëri jashtëzakonisht madhe dhe komentet pothuajse të gjitha kanë qenë pozitive, nuk ka pas ndonjë koment negativ, për shkak se besoj që mund të ketë ndonjë koment negativ në kësi raste kur njeriu kërkon dokument edhe thot ja ku jam, dua dokument që të lëviz, të punoj. Edhe kështu ka qenë edhe rasti jot. Po megjithatë emisioni ka ndikuar për të mirë. Në farë forme i ke pas dyrë të hapun edhe besoj falë emisionit ti je me dokumenta. Falë emisionit tënë dhe unë jam sot me dokumenta dhe janë shumë një shumicë e madhe në komunën e Gjilanit. Dhe me thonë, shumë një pjesë nuk muj me cek një farë shifre, njerëzve po shumica janë pajis me dokumenta falë emisionit tënë. Edhe për atë arsye ku marrë rrugën për qytetit Gjilan me ardhë më të falemderu për ato që ti e ke bu për mu kjo konë mundësia jote vetme, unë e ku marrë jam drejtu dhe po besoj që ja ka vlet me ardhë me të falemderu për këtë. Po, ne si emision gjithmonë e kemi derën e hapur për njerëzit, për rrëfimet të tyre personale. Shpeshherë ndodh që kur ti transmetojmë emisionet, na shkruajnë a janë këto rrëfime reale apo jo, sepse ka raste që edhe dyshojnë njerëzit. Por megjithatë ti nisesh edhe nga vetja kur na ke shkruajt edhe ke ndarë rrëfimin me ne që të gjitha rrëfimet janë reale edhe ne kemi një farë kohë që i zbulojmë personat që dojmë i marrë në emision se a janë rrëfime reale, a jo. Kështu që studia jonë është e hapën për të gjithë personat të cilët dojnë me rrëfy për jetën e tyre. Me qenë se ne jemi vetëm si emision edhe shikojmë shumë, ne nuk kemi ndoshta kompetenca në komunë apo në vende tjera se ndoshta dikush e shef emisionin edhe thot shkoj te ky emision se ky mi rregullon dokumenta në komunë, po asese ne jemi si studie e hapun edhe njerëzit vinë t'i tregojnë hallet e tyre, rrëfimet e tyre t'i ndajnë, edhe besoj që sikurse rasti jot këto ndikojnë edhe ju hapën dyert e suksesit të gjithëve. Po megjithatë, cili ka qenë momenti kur të lajmëruan se jeni bërë me dokumenta edhe si u ndjeve? Ka qenë me të vërtet një festë e madhe për ty? Jo veç për mu, për komplet familjen teme, mirë, po këtu ka ndodhur për ne ka ndodhur një san interesant. Para një muaje, domethënë, këtu para forcërisht i ka një muaj ditë, që më kanë thirrë, domethënë, pe Prishtinës, kanë thonë që duhesh me marrë në intervistë ku e di unë, edhe ku më shku në atë intervistën, mas 1-2-3 dite mas asaj, më kanë thirrë për mu fotografu dhe për me marrë të njoftimit.